që ja u tregoni deputetëve për shembull, sa metoda janë për ta llogaritur bruto produktin vendor dhe na thoni njërin prej tyre. Shumë e thjeshtë. Një kryeministër duhet ta di sa metoda përgjithsisht në ekonomi janë për llogaritjen e bruto produktit vendor dhe na thoni njërin prej tyre. Kaq. Test elementar. Tash po e bëj edhe pak më të lehtë. S'ka nevojë të na i thot sa metoda, por vetëm let na thot sipas metodës më të lehtë që jam mendja atij se si llogaritet bruto produkti vendor. E është problem, ti je kryeministër kur s'din që llogaritet bruto produkti vendor. Ndonse më 31 maj të vitit 2018 e sfidonte kryeministrin e atëhershëm Ramush Haradinaj me llogaritje të bruto produktit vendor 8 vjet pas, duket se njohuritë për mënyrat e llogaritjes nuk i mjaftuan kryeministrit të tanishëm Albin Kurti për të arritur atë. GDP-ja apo bruto produkti vendor pasqyron suksesin ekonomik të një vendi bazuar në sasinë e prodhimit, konsumit, investimet, importet dhe eksportet e një shteti brenda një periudhe të caktuar. E përkundërse Kurti la për të kuptuar se i di të gjitha metodat për matjen e saj, kjo nuk i mjaftoi, pasi pas gati afër 7 viteve qeverisje, Kosova për vitin 2025 rezultoi që në bazë të GDP-s apo bruto produktit vendor është vendi i dytë më i varfër në Evropë, pas Moldavis, sipas të dhënave të Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në një intervistë në emisionin interaktiv të Koha Vision, lidhur me këtë rezultat, Kurti tha se ka përmirësim, mirë po vazhdojmë të qëndrojmë të varfër. Ne nuk kemi qenë veç më të varfërt. Ne kemi qenë shumë të varfër. Tash jemi shumë më pak të varfër. E megjithatë jemi ndër më të varfërt. Kjo është realiteti. Mirë po, varfëria e ka përcjell vendin edhe pas vitit 2025. Kosova ka shënuar një rritje të çmimeve prej 7.5% në muajin prill të vitit 2026, krahasim me muajin prill të vitit të kaluar. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kjo rritje e çmimeve përfshin çmimet e strehimit, pra shtëpive e banesave, energjisë elektrike e ujit, ushqimit, kujdesit personal e të tjerë. Megjithatë, kjo nuk po del se i ka varfruar edhe një pjesë të përfaqësuesve të popullit, të cilët nuk ndaluan që të hyjnë në obligime financiare për të shtuar pasurinë e tyre në patundshmëri. Vit pas viti, banesat, shtëpitë dhe pasuria e politikanëve në pushtet apo opozit po rritet. Përfundimisht merr fund ajo parolla që kur nuk do duhet na përsëritej në të ardhmen, rroga e vogël, fitimi i madh. Si duket, kjo thënie ka mbetur vetëm një tregim, sepse shumë deputet të pushtetit e opozitës e ministra të Albin Kurtit, edhe pse me rroga të vogla nga buxheti i shtetit, në fund ju del fitimi që të blejnë edhe banesa, shtëpi e patundshmëri qindra mijëra euro. Ndërsa një pjesë tjetër e deputetëve e ministrave, përkundërse të ardhurat i kanë të njëjta me kolegët e pasuruar, deklarojnë se atyre nuk po u mbetet asgjë për të kursyer, por vetëm për të mbijetuar. Kryeministri Albin Kurti, bashkë me bashkëshortën gjatë vitit 2025, kanë pasur 72.000 euro të hyra. Prej tyre, me 31 mars 2026, ka deklaruar vetëm 16 euro e 41 cent si kursime, ndërsa gruaja e tij kishte të kursyera 19.500 euro.